nuk është një betejë politike, nuk është as një kundërvënie ndaj drejtësisë, nuk është as një presion mbi çdo qoftë, përfshirë edhe këto shpjegime të cilat janë të domosdoshme për ata që më kanë besuar privilegjin e udhëheqjes së këtij vendi. Por është një betejë institucionale, një betejë themelore për mbrojtjen e kufive mes pushteteve dhe për mos lejimin e marrjes kompetencave ekskluzive të kryeministrit, qeverisë, të parlamentit nga një prokuror dhe një gjykatës. Një precedent kërcënues për demokracinë në kuptimin më të drejtpërdrejtë fjalës dhe krejt i panjohur në Europë dhe në krejt botën demokratike. Ky veprim që de jure quhet pezullim, por de facto është nënshtrim brutal i ekzekutivit, sjell për ditë pasoja pas pasojash. Arsyeja pse unë ndaj disa shembuj me publikun është për të kuptuar deri në fund se çfarë ka ndodhur, çfarë po kalojmë dhe çfarë po përpiqemi dhe po përpiqem të bëj përmes adresimit të kësaj problematike befasuese dhe të befasishme në gjykatën kushtetuese. Dhe të ndaj jo vetëm pasojat, po edhe dëmet që mund të bëhen të pallogaritshme. Ja për shembull, janë vendosur në arrest shtëpie drejtori i ARSH-s, drejtori i Keshit. Nuk ka asnjë rëndësi se si mendoj unë arsyet e këtyre ndalimeve, se kjo është punë e prokurorit dhe gjykatës. Për sa kohë, siç kanë konstatuar me shqetësim më shumë se sa njëherë autoritetet e Këshillit të Evropës, paraburgime dhe arreste të shtëpisë pa gjyq janë bërë, si thua, buke djathtë në Shqipëri. Por fakti është se ata nuk hetohen në gjendje të lirë. Dhe kështu, cila është pasoja? Pasoja është se lihen pa kokë edhe dy institucione të tjera kyçe për vendin, të cilat mbulojnë infrastrukturën kombëtare të rrugëve dhe infrastrukturën kombëtare të energjisë. Mirë po, pse kjo pasojë tani është e lidhur drejt për drejt me pezullimin? Dhe pse kjo pasojë tani bëhet e pariparueshme? Për sa kohë pezullimi jo vetëm antidemokratik, po dhe alogjik i një antari të kabinetit e bën pamundur zëvendësimin e tyre. Pasi ligji nuk ja jep askujt tjetër përveç autoritetit ekskluziv të ministrit edhe të drejtën e këtyre emërtesave. Kaq e thjesht është pse ministri nuk mund të pezullohet si të ishte një funksionar publik i çfarëdo lloji niveli tjetër. Ka një devizë. Ne e kemi ndjekur si postulat, mos ndërhyjnë punë e drejtësisë. Por nga ana tjetër, kjo ndërhyrje brutale në trupin e qeverisë është një këmban alarmi që duhet dëgjuar deri në fund për të mos u përsëritur më kurrë. Dhe kështu, duke ndihmuar njëri tjetrin dhe duke rivendosur në pozicionet kushtetuese njëri tjetrin, ndihmojmë Shqipërinë, ndihmojmë konsolidimin dhe modernizimin e shtetit shqiptar.